ato që ti ke zbuluar me punën tonë, me angazhimin tonë, pa kush deri tash e ka bërë. Prandaj unë besoj që e meriton një doktorkitje të madhe. Pasion e profesion me Wildlife Marian Mavicin. Përtoj Mariani për një farë rasti. Atëherë të dashur miq të mi të Podujevës. I dashur kryetar shtetit. Lideruara dhe shumë respektuara drejtërisht Dora, në kryetarja zonja ishte atjepo. Mashallah në shumë bukur. Të gjithë është një prezent, po ashtu unë nuk jam vetë, jam bashkë me bashkëtarën e jetës në Konstantinë në Valin. Ju falenderoj shumë për mundësi që më ndihmon për me qenë prezent me ekspozitën time në Podujevën e dashur, për cilën mbetëm pa menë se sa duke zhvilluar edhe është shembull për kohëra tjera se që duhet punuar që një qytet duket sa më natyrshëm edhe me këto pemë që ta ndeshim nuk i keni larguar si në shkret e tjera të nda që ta kesh dërit e më shumë për shkët nuk e u zbuluar hapësira gjeneruse që nuk është i qenje. Po apërëzime për punën, puna ime në promovimin dhe rujtën e faunës në përmet fotografisë nuk ka qenë dhe nuk është vetëm se thjesht një foto. Kam dashur ta dërgoj gjithmonë një mesazh për ruajtjen e këtij ambienti sepse po kërcënohemi dhe po rrezikohemi seriozisht në nivel global për ngarkove globale dhe jo rastësisht thuhet që në të ardhmen të afërt nuk do të ketë më lufta me armë, por do të kemi problem që të kemi ujë të dijes. Për shkak të krejt këtyre dëmtimeve të ekosistemeve zhvillandej, e për këto natyrisht është fajtori njeri. Prandaj me keq shpirt ndrygus sa më shumë hapësira të gjepërta, sepse mos din puna një kohë, mos kemi edhe oksigjen të mjaftueshëm për ne, për familjarët tonë, sepse kur vina e pikë mandej nuk na duhet ushër, nuk na shërbet më asnjë pozitë, asnjë pasuri, sepse është kërcënim serioz për vetë ekzistencën tonë. Këto fotografi që përshënjën në kontinuitet i punës time në teren, nuk është letë sepse është zhëndë me shtiri fotografia jetës e egër, për shkak se nuk ketë bëjshme e botën e njerëzve, për me kafshë, nuk është dhe në termine, në ora 12 që të përshtu, po du të shkojmë në terene ndryshme për t'i frekuentuar, për t'i fotografuar, po mbi të gjitha për mos t'i shqetësuar për shkak se nëse i shqetësojmë atë puna jo nuk të kishte kuptim dhe nuk do ishte ndershme shqetësimi i kafshës në mos në folin. Rajoni Kollokut, ku bën pjesë Podujeva, Prishtina, Kamenica, është e më të pasura kryetar për aspekti i ornitofaunës. Por sot të kemi rujtur disa terene të mira malore për shumimin e faunës e egër. Gjë që e bën më të mirë situatën në teren për shkak të një të ardhmë të sigurt për neve. Unë pas se besoj të të tepër dhe drejtori Shamblora, ndoshta nuk kryetore në t'i që është të gjitha, se dhe kryetore është në pohona në shushetradhe shkoha e zgjegë e shumë. Do të bashkë me ju me kushte që ka dëshirë do të afrohemi ofër fotografike dhe do të mundohem të komentoj se cilën nga pak ku është realizuar qyshe tek, ndërsa kjo fotografia këtu e liçenit të Pavllavës që është komunë e Podujevës. Kryetori pyetja me liçenit të Pavllavës, ajo rroni se shumë shpesh të fryjë komente dhe jo një juve. Që administrativisht dhe realisht në takon normale, por me një pjesa kontrole poshtë brenda e takon Pavllavës. Prandaj lidhën të dini. Po i ka dyre, kështu që s'është keq në tonë të ashtu. Do të alon dhurat për komunën e Podujevës, ndërsa bashkë në komunikim me drejtorinë Dora, nën kryetarën dhe kryetarin shpëtimin, bënë plan që këtë fotografi mund të printohet të më të kemë
dhe për zyret e komunës apo dhe një morale që në rrallë, një faktor me duha diçka ta lërë një pjesë ti në historisë të komuna të drejës, të cilë një falendroj shumë për mështetin e respekti që në të Falendroj shumë për mështetin e respektin dhe shpresoj të takohemi dhe shumë herë tjera me ekspozita tjera të rrallës, me fotografi tjera, vetëm është rëndësi të mos ndalim me porosi me artin e fotografisë. Faleminderit.